Libri i profetit Isaia. Është kapitulli 42 nga fillimi. Kapitulli 42, profeti Isaia. Ja shërptori im, pra Isaia kapitulli 42. Ja shërptori im që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. Kam vënë frymën time mbi te, ai do t'ju sjell drejtësinë kombevet. Nuk do të bërtas, nuk do të të ngrer zërin, nuk do të bëj të dëgjohet zëri i tij nëpër rrugë. Nuk do ta coptoj kallamin e thyer dhe nuk do ta shuaj kandilin që bën tym. Do ta paraqes drejtësinë sipas së vërtetës. Ai nuk do të ligështohet dhe nuk do të dekurajohet, derisa të vendos drejtësinë mbi tokë, dhe ishujt do të presin ligjin e tij. Kështu thot Perëndia, Zoti që ka krijuar qiejt dhe i ka shpalosur, që ka shtruar tokën dhe gjërat që ajo prodhon, që i jep frymëmarrje popullit dhe jetë atyre që ecin në te. Unë, Zoti, të kam thirrur sipas drejtësisë dhe do të zë përdore, do të ruaj dhe do të bëj aleancën e popullit dhe dritën e kombeve, për të hapur sy të verbërve, për të nxjerrë nga burgu të burgosurit dhe ata që dergjen në terr. Unë jam Zoti, ky është emri im. Nuk do t'i jap lavdin time as një tjetri, as lavdërimet e mia shëmbëltyreve të gdhendura. Ja gjërat e mëparshme kanë ndodhur dhe tani po ju njoftoj gjëra të reja. Unë ju a bëj të njohura para se të mbinë. Amen fjalës të Zotit. Dhe fjala e Perëndis thot se kemi më të sigurt fjalën profetike, në të cilën bëni mirë që t'i jepni kujdes, dhe është si një kandil që ndriçon në një vend të errët, deri kur, derisa të dalë agimi dhe fosfori të ndriçojë në zemrat tuaja. Këtë duhet të dini së pari se asnjë profeci e shkrimit nuk bëhet nga ai që profetizon, sepse kur s'ka ardhur profeci nga vullneti i njeriut, por nga fryma e shenjtë të lëvizur folën njerëzit e shenjtë të Perëndis, ashtu sikurse foli edhe Isaia, i cili me fjalë profetike profetizon dhe thot se ja gjërat e para. Cilat janë gjërat e para? Janë ato që thot fjala e Perëndis se unë, Perëndia, do të vej armiqësi midis Satanit dhe bijve të Perëndis. Dhe pasardhjen që lindi pra Jezu Krishtin nga Maria e Virgjër. Unë pra do të vej armiqësi midis gruas dhe pasardhjes së gruas, dhe ai do të coptoj kokën tënde dhe ti do ta godasësh në themër të këmbës. Këto janë ato që ka profetizuar nga fillimi fjala e Perëndis. Dhe ju deklaroj gjëra të reja, përpara se të lind, unë i flas atij që t'ju drejtohet juvet, dhe kjo i drejtohet një personi, Zotit të plot fuqishëm. Janë 3 pyetje serioze që kujt i drejtohen këto, si sillet dhe cila është sjellja e atij personi dhe se çfarë bën. Kështu pra, kush është shërptori im? Do më thënë shërptori i dashur, dhe ta dim vëllezër dhe motra se janë shërptorët ose ishin sklevërit dikur, sklevër me dashje ose pa dashje. Pa dashje ishin sklevër sepse ishin zënë në robëri nga luftrat, apo pa dashje ishin edhe nga borxhet që kishin dhe i merrnin si sklevër, por shërptor, jo sklevër, por shërptor është edhe ai që thot fjala e Perëndis, kush don të shkojë të bëj vullnetin tim,
dhe u mur përgjigje nga Jezu Krishti duke thënë, ja ku jam o atë, të shkoj të bëj vullnetin tënd me gëzim. Ky është shërptori me dashje, por i dashuri i atit, të cilin ati Perëndi e quan bir të tin. Ja shërptori im, që unë Perëndia thot e përkrah, sepse është i zgjedhur im dhe për këtë arsye shpirti im është kënaqur në te. Baza karakteristike është se e vura frymën time mbi te, sepse unë dua të deklaroj drejtësinë në kombet. Dhe ai nuk është tjetër përveç Jezu Krishtit, Zotit dhe Perëndis tonë. Dhe falenderojmë Perëndin për te, sepse Jezu Krishti është shërptori i bërë me dashje, shërptori i dashur i Perëndis atë që u dërgua nga vetë ati jon qiellor, të cilin ati e zgjodhi e përkrahu është i zgjedhuri i tij, shpirti i tij kënaqet në te, fryma e Perëndis është mbi te dhe ka një mision, të sjell drejtësinë e kombëve. Kjo është pyetja e parë, pra përgjigja pyetjes së parë. Dhe e dyta është se si do të sillet ky. Dhe thot fjala Perëndis. Ky shërptori im nuk do të bërtas, nuk do të ngrer zërin kurr dhe nuk do të egërsohet. Pra 3 karakteristika bazë të birit të Perëndis të bekuar, të njeriut të bekuar, Jezus Krishti që është i vetmi ndërmjetës mes Perëndis dhe njeriut. E para nuk egërsohet, nuk ngre zërin dhe nuk bërtet. Pra, por është i butë dhe i përulur në zemër. E dyta, nuk do të dëgjohet zëri i tij nëpër rrugë, nuk do të ankohet. Nuk ankohet kurrë dhe për asgjë, ashtu sikur se thot, nëse ke ankesa kundër dikujt, fale, ashtu sikur se dhe Krishti na fal ne. Pra, karakteristika bazë e këtij shërptori është se fal të gjithë ndaj të cilëve të ka ankesa. Dhe treta karakteristikë bazë është se nuk do të bëj që zëri i tij të dëgjohet nëpër rrugë. Pra, një karakteristikë serioze dhe kjo, ashtu sikur se nuk përdor krenarin, por në të kundërtën nuk don të tregoj veten e tij, ta prezantoj veten e tij se dikush është, por gjithmonë qëndron i përulur, ashtu sikur se thot shkrimi se ai u varfërua, u përul në mënyrë që të pasorohemi ne. Këto janë pra 3 karakteristikat bazë të shërptorit të Zotit, i cili nuk bërtet, nuk egërsohet dhe nuk zemërohet sipas dëshirës të mishit. Nuk ligështohet dhe nuk ankohet kurrë sipas dëshirës së zemrës apo lakmisë të syvet dhe nuk e prezanton ose të tregoj veten e tij sipas krenarisë të frymës. Por tani pyetja kritike është se çfarë bën ai? Kush është pra pyetja e parë? Si sillet dhe se çfarë bën? Shumë serioze vëllezër dhe motra. Cila është vepra e tij? Ku dëshmon ati Perëndi? Nuk do të thyej të shqelmoj kallamin e thyer, nuk do të çomtoj kallamin, kur kalon në breg të lumit, ka shumë kallame, i shikon shumë të lartë, i kalon ato dhe dikund shef një të thyer që dikush e ka shqelmuar me dashje apo pa dashje dhe me atë merret. Pra, merret me të dobtin, me të atë që ka rënë, me të munduarin dhe çfarë bën? E ri me këmbë. E mrekullueshme vëllezër dhe motra, në kish merret me plagët e njerëzve dhe jo me njerëzit e fortë. E dyta, tymi e fitili që bën tym nuk do ta shuaj. Domethënë e para është se kur është i pangushëlluar, pra që është kallami i thyer,
e dyta kandili që bën tym, pra që nuk ka asnjë forcë të mbaj zjarr të ndezur dhe forcën e frymës të shenjtë, dhe e treta don të sjell drejtësinë e Perëndisë vetëm në të vërtetë. Do më thënë, nuk përdor drejtësinë njerëzore që është si një rob e njollosur, por drejtësinë e Perëndisë vetëm në të vërtetë që është fryma e shenjtë. Dhe përfundimisht, shumë serioze kjo, nuk e ligështohet. Çfarëdo që të ndodhet. Dhe vëllezër të motra, këto i lexojmë sepse apostulli Paul tha, bëhuni imituesit e mi sikurse unë imitoj Krishtin. Nuk i lexojmë për të përshkruar Krishtin, por duke përshkruar Krishtin, t'i ngjajmë atij. Bëheni imituesit e mi, thot Pali, sikurse unë i Krishtit. Të imitojmë Krishtin. Nuk ka frikë, sepse Zoti thot, mos ki frikë, vetëm beso. Kur nuk ka frikë, nuk ligështohet. E dyta, nuk e humb forcën e tij, por ka gjithmonë forcë të besimit dhe forcën e frymës të shenjtë. Dhe duke mbaruar, do të sjell drejtësinë e Perëndisë në tokë. Ky është misioni i tij, që të sjell drejtësinë e Perëndisë mbi faqet të dheut përveç drejtësisë të njerëzve. Dhe ishujt janë ato që janë vetëm, që janë larg. Të vetmuarit, gjë e keqe është, vëllezër të motra, vetmia, nuk durohet dot. Të izoluarit, të vetmuarit pra, janë ato që do ta presin dhe janë ato që do t'i vizitoj. Do me thënë, te kush do të shkoj? Nuk do të shkoj tek ato që janë shumë, që lavdërojnë Perëndin dhe gëzohen me Perëndin, por do të shkoj tek ato që janë të vetmit, të vetmuarit. Përse? Që të shkoj t'i ngushëlloj, t'i përforcoj dhe t'i mbështes. Ky është shërbëtori i Perëndisë, shërbëtori i dashur i Perëndisë. Tani, pyetja e dytë është se Perëndia çfarë thot se do të bëjë në ta? Kështu thot Zoti Perëndi që krijoi qiejt dhe tokën. Dhe ato që janë në ta, ato që ai që jep frymëmarrje popullit dhe atyre që ecin në te. Shikoni tani tek ky shërbëtor, tek Jezu Krishti, tek Pali që është imituesi i tij dhe tek gjithë secili nga ne që jemi imitues të Krishtit. Shikoni se ç'thot Zoti. Unë të kam thirrur në drejtësi. Nuk erdhe këtu vetvetiu. As kërkush në kish nuk vjen vetiu, domethënë. Unë të kam dashur me dashuri të përjetshme, të tërhoqa me mëshirën time. Nuk vim nga që dikush na thirrri. Nëse erdhem nga që dikush na thirrri, nuk do të qëndrojmë, do të ikim. Por nëse erdhem se Krishti na thirrri, atëherë do të qëndrojmë, të gëzuar, të bekuar, duke lavdëruar Perëndin. Unë të kam thirrur në drejtësi. Dhe nga që unë të thirra në drejtësi, unë do të mbaj përdore. S'kam për të lënë vetëm, do të mbaj përdore, s'do të lënë të shkosh ku të duash, aty ku nuk din, por unë do të jem bariujt dhe unë kam për të drejtuar në kollota me bartë të njom dhe në ujëra që të japin çlodhje. Unë kam për të ruajtur dhe kam për të bërë garantues të beslidhjes time, si dhe dritë të kombeve, pra të njerëzve që janë jashtë pranisë të Perëndisë. Në dhjetën e vjetër jashtë popullit të Izraelit, kurse sot jashtë atyre që besojnë në Ungjillin e Jezu Krishtit. Dhe kam për të ndihmuar që të hapesh syt e të verbërvet, të nxirresh nga burgu të burgosurit
dhe ata që dërgjen në terr. Sepse unë jam Zoti i plotfuqishëm i Perëndi, ky është emri im. Nuk do t'ja jap lavdin time as kujt tjetër, as figurave, as idhujve, sepse e përsëris. Unë ju deklaroj gjërat e mëparshme kanë ndodhur dhe tani po ju njoftoj gjëra të reja. Dhe tani çfarë thot ai vet? Dëgjuam pra se kush është, dëgjuam nga fjala e Perëndisë se si sillet, dëgjuam nga fjala e Perëndisë se çfarë bën, dëgjuam nga fjala e Perëndisë se Perëndia çfarë do të bëjë me te, dhe tani do të dëgjojmë ai vet çfarë thot për veten e tij. Çfarë dëshmon? Sepse gjithë secili prej nesh ka një rrafim, rrafimin e besimit të tij. Dëshmojmë dhe rrafejmë se çfarë bëri Perëndia në ne. Dhe tani do të dëgjojmë dëshminë e birit të Perëndisë. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur. Kjo është dëshmia ose rrafimi i tij. Zoti më vajosi nëpërmjet frymës të shenjtë. Edhe ne mund të dëshmojmë fillimisht se Zoti na pagzoi me frymën e shenjtë. Kjo është e para, rrafimi i parë. Dhe përse na pagzoi me frymën e shenjtë? Që të merrni forcë dhe të jeni dëshmitar të mit. Në mënyrë që të ongjëllizojmë, dëshmon shërbëtori i Zotit, të ongjëllizojmë të pasurit, të fortët, jo, për të varfërit, të përulurit. Me vajosi, me frymë të shenjtë, që të sjelli të rejat e mira, lajmet e mira tek të varfërit dhe tek të përulurit. Jo tek ato që nuk besojnë, por ato që janë të përulur dhe që besojnë. Të sharoj ato që kanë zemër të butë dhe të përulur, ato që kanë nevojë për shërim. Unë do ta bëj këtë, thot shërbëtori i Zotit. Dhe unë do të hapi burgjet, të zgjidhi prangat e të burgosurve që janë në burgje. Sa gjë e mirë është, ti them dhe një herë tjetër. Ju sjelli lajmet e mira tek të përulurit. Unë do të shëroj të pikëlluarit dhe do të predikoj lirin tek të burgosurit dhe diçka akoma më tepër. Dhe do të hapi burgjet, të zgjidhi prangat e tyre, sepse janë ato që me të drejtë janë në sklavëri. Dhe si do të çlirohen këto sklever që me të drejtë janë bërë sklever, kur ky shërbëtor do të lidh atë që me të drejtë i ka robër ato që i ka në burgjet e tij dhe do t'i çliroj të burgosurit nga ai që i ka burgosur. Dhe atëherë më falni. Atëherë do të predikoj vitin e fundit, që është viti që do të vijë të rrëmbej kishën e tij. E para pra do të predikoj rrëmbimin, ringjalljen e të vdekurve dhe njëkohësisht rrëmbimin e atyre që janë të gjallë në Krishtin Jezus. E dyta, ditën e hakmarrjes do të predikoj. Kjo është dita e ardhjes të dytë të Zotit. Dhe e treta, do të ngushëlloj të gjitha ato që mbajnë zi. Do t'u jap gëzim. Dhe do të vëj ato që mbajnë zi brenda në kishë, që t'u jap atyre bukurinë. Sa bukur o Zot. Dëgjoni vëllezër dhe motra çfarë bekimit dëshmon Zoti se bën tek ato që i thërret. Do t'u jap atyre bukurinë në vend të hirit dhe të përuljes.
Mëshirë gëzimi, pra gëzim dhe lavdërim tek Zoti. Je që mban zi. Kur them të mbash zi, nuk do të them për dikën që ka vdekur, por pikëllim dhe që është edhe deri në depresion tek disa njerëz, pra që janë probleme të pasgjidhshme. Dhe Zoti thotë se unë do t'u jap atyre mëshirën time, gëzimin dhe lavdërimin që të lavdërojnë emrin tim. Pra do t'i bëj të gjitha të reja ndaj tyre. Dhe mundësisht do t'i vesh me një veshje lavdërimi dhe mirënjohjeje tek Perëndia në vend të frymës të pa shpresë që i ka mbizotëruar. Dhe kështu të quhen ato që unë kam për t'i bekuar, kam për t'i çliruar, kam për t'i shejtëruar, të quhen mbjellje e Zotit për lavdinë e tij. Pra, edhe ato do të kenë mision, o Zot Perëndi. Domethënë le ta shohim pak me fjalë më të thjeshta akoma. Na thirri, na çliroi, na bekoi dhe na dërgoi. Ashtu sikur se thot, dhe kështu mbi shërptorët dhe shërptorët e mi do të jap frymën time që të profetizojnë, që të punojnë. Unë pra do t'u jap atyre mundësit që të ndërtojnë shkretimet e vjetra, gërmadhat e vjetra, të rikonstruktojnë qytetet të shkatëruara, që janë të shkatëruara nga breza dhe breza përpara. Pra ndreqës i rënojave do të bëhesh ashtu sikur se është Krishti, sikur u bë dhe pali dhe sikur do të bëhemi edhe ne. Fundi i çështjes është ky: të gjetit të varfër, me zemër të coptuar, të gjeti në robëri dhe në burgim. Kështu na gjeti Zoti. Dhe të shndrroj dhe të jap bukurinë në vend të hirit dhe të përuljes, mëshirë bekimit dhe gëzimit në vend të asaj që mban zi, një veshje të bukur në vend të një frymet të mundimit. Dhe pastaj ti, ashtu sikur se Krishti të dërgon, do të ndërtosh të gjitha rënojat e vjetra. Të gjitha rënojat do t'i rimëkëmbësh, do të rimëkëmbësh qytetet e rënuara, do të ndërtosh rënjet e vjetra, do të rimëkëmbësh qytete të shkretuara nga vite shumë të kaluara. Pra, vëllezër dhe motra, e kuptojmë se cili është misioni jonë. Nuk ka rëndësi pra se kush ishe, se çfarë ishe, rëndësi ka sot, se çfarë ka për të të bërë dhe çfarë do të t'jap urdhër të bësh. Gjëra të reja. Ja, bëj të reja të gjitha. Dhe pyetja kritike është e përsëris. Kush, si dhe përse? Jezu Krishti me mënyrën që lexuam, dhe ati çfarë thot për te? Se unë do të mbaj dorën për dore dhe do të përparoj në jetën tënde. Dhe ai çfarë thot? Derisa Zoti do të më mbaj për dore, do të më ruaj, do të më mbroj, dhe unë tani kam mision. Sot të kuptojmë, vëllezër dhe motra, mesazhin e madh. Vëllezër dhe motra të mi, në çfarë do gjendjet tragjike nëse ndodhesh, vëlla, në çfarë do vështirësijet që do të ndeshësh, Krishti ka për të të rimëkëmbur, sepse ai është ndreqësi i rënojave që ne kemi krijuar.
dhe ka për të dërguar duke të bërë edhe ty ndreqës të gjitha ranojave. Tani problemi është një dhe i veçantë. A e beson? E beson? Në qoftë se e beson, shkrimi thot, kërkoni dhe do t'u jepet. Lypni dhe do të gjeni. Trokitni dhe do t'ju qelet, sepse vetëm kush kërkon merr, vetëm kush lyp gjen, dhe vetëm tek ai që troket, unë do t'ja qeli. Dhe vazhdon. E di se ke forcë të vogël, por nga që edhe në qoftë se, e përsëris, në qoftë se ruan fjalën time, zbaton pra fjalën time, dhe nuk e mohon me frikë, sepse frika sjell ferr, nëse nuk e mohon pra emrin tim, unë atëherë do të vë përpara tejet një derë të hapur, një derë bekimit, që do të vinë drejt tejet në mënyrë që të dëshmosh Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Derë të hapur që as kërkush nuk mund ta mbyll. Nuk më prish punë nëse je i dobët, nëse je i pa shpresë apo i pikëlluar, këto i marrun përsipër, thot Zoti. Më intereson besimi yt, a beson? Mund t'i besosh domethënë Jezu Krishtit? Mund të thuash, amen, o Zot, u bëft vullneti yt, si në qiell, ashtu dhe tek unë dhe në tokë? Dhe unë, kur më pyeti Zoti në darkë, thash, o Zot, besoj, dhe nuk shtova që t'i them më ndihmo në mosbesimin tim, por thash, besoj, o Zot, për më jep forcë të besimit dhe forcë të frymës të shenjtë, në emër të Jezu Krishtit o atë. Amen. Gjë e madhe, vëllezër dhe motra të dashur, që vepra e Perëndisë